Bismillahirrahmanirrahim. Më ngacmon për herë autori bashkohor, doktor Edhem Sharqawi. Në një prej shënimeve të tij thotë se kuptimet e gjërave lindin në mendjen tonë lakuriq. Jemi ne ata që i veshim këtyre kuptimeve një robën e fjalëve. Dhe kjo më sjell ndërmend Hazreti Isa alayhi salam, mësuesin e urtë edhe burrin e madh, pejgamberin e shuar, të cilin Allah Azza wa Jall e dërgoi tek Beni Israilët. Ata që e besuan u quajton havarit e tij, pra përkrahasit e tij, sahabët e tij. Një ditë ai po bante një shëtitje, po ecte, po shkonte diku me shokët e tij dhe rrugës pan coftinën e një kafshe. Hazreti Isa alayhi salam u ndal dhe i tha: "Çfarë shihni para syve tuaj?" Njëri prej tyre tha: "Një pamje shumë e pa bukur", dikush tha diçka e pakëndshme, dikush tha po sa erë keqe, dhe të gjithë në një mënyrë apo një tjetër ban një përshkrim krejt real të asaj që shihnin para syve. Mësuesi i urtë, i madhi Hazreti Isa alayhi salam tha: "Sa dham të bardh." Një mësim shumë i madh. Një mësim shumë i madh për gjithë secilin prej nesh, që na merr përdore për të gjurmu të mirën edhe në një realitet shumë të zymt e shumë të pakëndshëm. Për dietarin e famshëm të arabishtes, për gjuhtarin e hershëm Ibn Gjinni, thuhet se kishte vetëm një sy. Pra me atë shihte dhe punonte, ndërsa syrin tjetër e kishte të dëmtuar. Yaqut al-Hamawi, bibliografi i famshëm, kur shkruan për Ibn Gjinniun, ndër të tjera përshkruan: ai ishte i zbukuruar me njërin prej dy syve të tij. Allah Allah, ishte i zbukuruar me njërin prej dy syve të tij. Që do të thotë se muslimani është i ftuar që të mirën me nxjerr në pa dhe të metat, gabimet, gjanat e papëlqyeshme me i fsheh. Përse pejgamberi alayhi salatu wasalam na nxit, duke na thënë: ai që e mbulon vllain e tij besimtar musliman në këtë botë, Allahu do ta mbuloj atë në këtë botë dhe në jetën e përteme. Pra nuk do ta korris Allahu Azza wa Jall. Subhanallah. Ne lexojmë në jetën e shumë prej dietarëve të mëdhenj dhe njerëzve me famë të madhe, që kur dikush i thoshte ca fjalë miradije, ai thoshte: po të mos jetë mbulesa e Allahut ndaj gjunaheve të mia, do të isha korrit përpara njerëzimit. Të dashurën të shtrenjtë, është shumë e rëndësishme me kuptu se si pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka nxit që me vlerësu të mirën tek të tjerët. Në jetën e përditshme, në komunikimin e përgjithshëm, muslimani është i ftuar me pa të mirën dhe me e zhvillu atë nëpërmjet fjalës së tij. Për shembull, ka një hadith të mrekullueshëm, i jashtëzakonshëm, i cili gjithsesi mund të përdoret në disa kontekste. Në rastin tonë, e gjejmë pejgamberin alayhi salatu wasalam duke i ba një përshkrim të jashtëzakonshëm, një skaner mirësie, një morie prej sahabëve të tij. Ai zotni alayhi salatu wasalam thotë: njeriu që ka dhemshuri më së shumti për ummetin tim, në ummetin tim është Ebu Bekri. Thotë: njeriu më i rrept në fenë e Allahut është Omeri. Më i sinqerti në turpin e tij është Osmani. Njeriu më i drejtë, pra gjyqtari më i drejtë është Aliu. Zeid ibn Thabit është ai që di të ndaj më së miri trashëgimin. Lexuesi më i mirë i Kuranit është Ubej. Më i dituni për rregullat e halalit dhe të haramit është Muadh ibn Jabal. Pastaj thotë: çdo popull e ka një besnik, dhe besniku i popullit tim, pra i ummetit tim, është Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Largohemi, kthehemi në realitetet tona. A ka në shoqërinë tonë, në familjen tonë, aty ku ne punojmë, aty ku ne jetojmë dhe komunikojmë çdo ditë, por edhe për te, njerëz apo momente nëpërmjet të cilëve atë cilave kemi mundësi për të nxjerrë në pa të mirën, mos u kurseni. Mos u kurseni. Dhe bani çmos që të dominojë e mira.
Ne sot shohim për fat të keq në media të ndryshme, në rrjetet të ndryshme, ka një përpjekje sistematike për të nxjerrë në pah për herë më tepër të keqen. Sa që thuhet se lajmi i keq është lajm. Domethënë, ti mund të bësh 10 vepra të mira, 10 iniciativa pozitive, 10 ndërmarrje me vlerë për qytetin, thu një fjalë të papërshtatshme, ose ndodh një incident dhe ti flet dhe ma një qëndrim, ai bëhet lajm. Këto nuk bëhen lajm. Pra, të dashur të shtrejt, ajo që du me thënë nëpërmjet këtij mesazhi është që të përpiqemi mos të bijem në batakun e asaj çfarë gatuhet për të përhap të keqen në realitetet tona, por të shohim të mirën, të nxisim, të promovojmë, të thrasim drejt saj dhe të përpiqemi që t'i ruajmë realitetet tona, familjet tona, shoqërinë tonë nga komunikimi toksik. Shumë e rëndësishme. Larg toksinave. Larg toksinat nga realitetet tona. Është e më mirë. Shpëtojmë ne, e shpëtojnë të tjerët. Si të thush, fjala e mirë e nxjerr gjarprin nga vrima ku është fut. Fjala e mirë ndërton ura, ndërton vlera. Fjala e mirë pastron edhe atmosferën nga toksinat e shumta, me të cilat po na kthehet jeta në një realitet plot smog. Bën çmos për ta pastruar smogun aty ku Zoti ka vendosur. Fol mirë ose hesht. Allahu ju dashur.